Aspekti ekonomik në Kosovë është vërtet shqetësues. Këtë e kuptojnë qytetarët dhe bizneset, po për fat të keq nuk e kuptojnë politikanët që duhet ta kenë parasysh këtë realitet ekonomik të krijuar. Është një ngulfatje dhe një mungesë e likviditetit nga fakti që një vit e gjys ne nuk kemi institucione, që një vit e gjys nuk ka projekte në partneritetin publiko-privat, ku ato projekte implementon sektori privat, kemi borxhe mes bizneseve për shërbime dhe punë të kryera dhe kjo vërtet e sfidon sektorin privat ku duhet jetë orientuar ose në banka komerciale për kredi ose në institucione mikrofinanciare, por edhe në forma tjera të kriminalizuara ku lulëzon falja. E kemi paralajmëruar një situatë të tillë ku kreditët do të jenë në rritje sipër, rast rritjes së kredive, ju po shihni që është një rritje në heshtje e kamatave bankare dhe nuk duhet të na habit fakti pse bankat komerciale në Kosovë e kanë këtë mundësi të përfitimeve, sepse janë adresa e vetme e sektorit privat. Prandaj besoj që është koha kur duhet të kemi institucione stabile, duhet kemi stabilitet politik, duhet kemi dialog të mirëfillt dhe jo gjithmonë të jetë banka adresa e vetme për të zgjidhur problemet. Fakti që në Kosovë kemi më tepër se 200.000 kompani të regjistruara në agjencione për regjistrimin e bizneseve, fakti që në Kosovë e kemi vetëm do thotë parafësisht 1/3 e këtyre bizneseve aktive e dëshmon më së miri pasivizimin dhe pasivitetin ekonomik që e ka kapur Kosovës. Shkoa kur duhet vërtet për ekonomi të bëhet më tepër dhe në fund të fundit nuk duhet të na brengos apo të na iritoj fakti që bankat komerciale janë duke fituar, sepse ato po e shfrytëzojnë momentin e heshjes institucionale, se po të ketë projekte, po të ketë një bashkëpunim të mirëfillt në sektorin privat, me siguri adresa kishte qenë tek institucionet dhe jo tek bankat komerciale dhe krahas rritjes së kredive për biznes, ne kemi rritje edhe të overdrafteve apo kredive konsumuese që duhet jetë brenga më e madhe, sepse vërtet jeta në Kosovë çdo ditë më shumë është më e shtrejtë, më e përballueshme dhe fakti që 48% e familjeve në Kosovë nuk kishin mundur ta përballojnë një shtesë të re të shpenzimit për 200 euro e dëshmon më së miri ku është Kosova në aspektin ekonomik, në aspektin social, po mbi të gjitha në trajtimin e sektorit privat dhe qytetarëve të saj.